Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga I falje dhe ndihmë kërkojmë. Disa minuta do të mundohem të sqaroj dhe të përkujtoj sjelljet e tona që duhet të kemi ndaj prindërve tanë. Në këtë kohë të krizës botërore, këtë kohë të sëmundjes, në këtë kohë të izolimit, më shumë se vetëm se I bën 2 muaj, na të gjithë ne, fëmijë e prind, kemi jetu, jo që më herës kemi jetu, mirë po në ka ardhur mundësia me ndejt më shumë me fëmijët e tonë nëpër shtëpitë e tona. Tash, ndoshta ndonjëherë ka ndodhur që fëmiu, djali apo vajza, mos ta respekton prindin. Kjo ndoshta ka mundësi, me të vërtetë ndoshta, edhe ka mundësi që nuk e ka gajle, as nuk mërzitet fëmiu, se nuk e respekton prindin. Sepse ai thot dhe ai mendon që tash ashtu bota është, që nuk kemi nevojë me ndejt me prindërit tonë, as me I respektu, as me I nderu. Unë do të flas për këtë temë, do ta quajmë temën mos respektimi I prindërve. Ose temën mund ta quajmë pandemia dhe mos respektimi I prindërve. Sepse nëse prindin e ke pas në punë, e ka qenë I lodhur, e kur është kthi ka kriju obligimet e veta dhe ka ra me pushu, tash prindin më shumë e ke në shtëpi. Edhe më shumë jemi të obliguar ne si fëmijë të kemi respekt ndaj qoftë baba, qoftë nana. Musliman të nderuar, një bab dhe një nan mund të sprovohen me një fëmijë të padëgjueshëm. Fëmijë I padëgjueshëm, qoftë vajzë apo qoftë djalë. Duke bërë që dashuria që ke ndaj fëmijëve, qofshin djemë apo vajza, të kthehet në urrejtje. Edhe kundërta, dashuria që kanë fëmijët ndaj prindërve kthehet në urrejtje, kthehet në mos dëgjim, kthehet në mos respekt. Ose miqësia që e kemi me fëmijët e tonë të kthehet në armiqësi. Edhe secila familje në botë, kudo që është, mund ta ketë këtë problem. Nuk është asnjë familje imune. Asnjë familje nuk mund me thonë, nuk mundet me ndodh. Po, nuk mundet me na ndodh, nëse e kemi përgatit terrenin, mos me na ndodh. Do të vazhdoj me sqarimin e kësaj teme. Pse fëmijët nuk dëgjojnë? Kthehet problemet e prindërit, të posaçërisht të baba. Nëse e ke një fëmijë të padëgjueshëm, varet se si e trajton, varet se si do ta shërosh këtë problem. Shembull, e keqja më e madhe, problemi më I madh është kur mundohet dikush prej prindërve ta shëron këtë problem me rrahje, duke përdorur forcë, duke qenë I vrasht, duke qenë arrogant, kështu me radhë. Mirë po, e as ata që janë shumë të butë, do më thonë, ne kemi prind që janë shumë arrogant, shumë të vrasht, dhe kemi prind që janë shumë të butë. As njëra, as tjetra nuk bën. Duhet me qenë prind të mesëm.
Nëse duhet me ngrit zërin, kena me ngrit zërin. Nëse duhet me qenë të vrasht, kemi me qenë të vrasht. Ama jo si cëllën her i vrasht. Nëse duhet me qenë të but, kena me qenë të but. Ama jo tër kohën të but. Se pastaj fëmiju thot, se baba ime i but, ma fal. Ose fëmiju hin stres, hin presion psikik, thot, zgudzon me lëviz, se thot, baba ime është i vrasht. Do të përmendë disa rregulla t'i quaj ilaçe, barna, apo në gjuhën tonë zgjidhja e këtij problemit. Nëse fëmijët nuk na respektojnë, çka duhet të veprojmë ne? E para, secili prind duhet fëmijët e vet të studion një nga një, se asnjëri nuk ka njësoj. Duhet secili prind të bëhet i dashur të fëmijët e vet, duhet i lehtë, i kuptueshëm të bëhet të fëmijët e vet. Duhet ndonjëherë shakaxhi, duhet me qenë shakaxhi, me bon shaka me fëmijët. Ndonjëherë me qenë i butë, sa që fëmijët të merr malli për ardhjën e prindit. E jo fëmijët të irritohen dhe të mërzitën se ka ardhur baba prej pune, ose se ka ardhur nana prej pune. Më thonë fëmijët duhet ashtu ta kuptojnë prindin, që të mërzitën pse prindi mungon, edhe të kënaqen kur prindi është në shtëpi. Secili prind duhet të menjanon, të largohet nga sharjet, nga fyerjet, vërja ose vendimi i fëmijëve në pozitë të palakmueshme përpara njerëzve, korritja e tyre, nënçmimi i tyre, nënvlerësimi i tyre kështu me radhë. Secili prind duhet ta mbjellë të fëmijët e vet dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Duhet ta mbjellë të fëmijët e vet dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po nëse fëmijët kanë nevojë për dialog, nëse fëmijët e tonë kanë nevojë për bisedë, ne duhet të bëjmë bisedë, dialog, debat. E jo me i thonë fëmijëve asnjëherë ti se di, ti nuk e di, ti nuk e di, ti nuk e di. Po mundësi dhe fëmijëve ta sqarojnë, ta shpjegojnë, të bëjnë debat. Nëse ne si prind qahemi pse nuk në respektojmë fëmijët, kemi menduar ndonjëherë, po ne kur kemi qenë fëmijë ose ende vazhdojmë të jemi fëmijë të dikujt, a i respektojmë prindërit e tonë ne? A i kemi respektu prindërit e tonë ne që kërkojmë nga fëmijët e tonë me në respektu? Kjo është një lidhje ngushtë. Nëse fëmijët nuk të respektojnë, analizo me njëherë. A i ke respektu prindërit? Nëse i ke respektu prindërit, banë sa o bërë bandurim se kanë me respektu edhe fëmijët e tu. Ama nëse si ke respektuar fëmijët, prindërit, atëherë duro me fëmijët e tu. Do të ketë bashkëpunim të ngushtë në me të çiftit, do të thonë këtu i vjen burri dhe gruaja në edukimin e fëmijëve ose mirëmbajtjen e fëmijëve, mirëmbajtje adekuate që pastaj kur të rritën ata mos të kenë probleme me fëmijët e tyre. Tash disa këshilla për djemtë e tonë dhe vajzat e tona. E para, secili fëmijë kudo që është, qoftë djalë apo vajzë, ti friksohet, të jetë i devotshëm, të ketë frikë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Për prindërit, pasi ata të di, janë dy herë për me hinë xhenet. O ti djalë, dhe oj ti vajzë. Ku do që e? Nëse donë me hinë xhenet, dy herë i ke. Sa i përket prindërve. Se xheneti i ka
7. Mirë po nëse do nëpërmjet dy derës së respektit prindëve, respektoje babën dhe respektoje nanën. Ai ka bon pyetje, i ka thonë, ja Rasulullah, cilin duhet me dash më shumë? I ka thonë 3 herë nanën. 1 herë i ka thonë babën. 3 herë nanën. A ne djem posaçërisht nanën më shumë në nënçmojmë. Gjini femrore me e butë, me e dhimbshme. Babës nuk guxojmë shumë me randue, se baba din edhe me dënu, keq. Nana din, edhe ajo din me dënu, mirë po atë që është e mëshirshme, sa që krit problemet që i kanë bon fëmijët e vetë ja u falë. Ti djalë dhe ti vajzë, pse nuk hini në xhenet ju, pse nuk mundohi me hinë në xhenet ju, nëpërmjet kësaj dere që quhet respektin ndaj prindërve. A në qoftë se nuk i respektojmë prindërit, e kemi derën e mos respektit për në xhehenem dhe në zjarr. Po ne, si prind, gëzimi më i madh është kur fëmijët e tonë e lusin Allahun për ne, a për fëmijët duhet me qenë gëzimi i madh kur prindi ulet dhe e lut Allahun xhaleshanu për fëmijët. Nuk ka prind, nuk ka babë dhe nuk ka nanë që nuk e lut Allahun që fëmijët e tij të jenë mirë, të kenë shëndet edhe kështu me radhë. Ti vajzë dhe ti djalë, kudo që je, kur të hish te prindi jot, ta di që je shërbetor i tyre. Më falun që po them shërbetor, mirë po me fjalën shërbetor nuk i vjen keq, po ne ndonjëherë keq kuptojmë këtë fjalë. Mi shërbej dikujt, mi ia dhon një ujë. Secilin punën e vet është shërbetor. Mbreti i Arabisë Saudite e ka emrin Khadimul Haramaini, esh-Sharifain. Shërbetori i 2 haremeve, 2 xhamive. Shërbetor. Çka i vjen shërbetor? Me i mbrojt ata, mi shërbi të gjitha nevojat që i kanë. Nuk është keq. Nuk është keq. E dipi ti djalë dhe ti vajzë pse nuk është keq, se edhe ti ki mu po babë dhe nanë. Rirat. Edhe pastaj kena me pas se çka do me thonë mos me të shërbej fëmia jot që e ke rrit, e ke eduku dhe e mundu për atë. Mos ju thuaj prindërve asnjëherë uf. Allahu në Kur'an thot wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Pastaj këshilla tjetër, o Zot mëshiroj ata. Kështu duhet me lutë Allahun. O Zot mëshiroj prindërit e mi, ashtu si që më kanë mëshiruar ata kur kam qenë i ri i vogël. Po, është e vërtet, prindërit e tonë na kanë mëshiruar dhe sot e kësaj dite na mëshirojnë. Mos haro të i thrasësh ti djalë dhe ti vajzë kur ta falish namazin dhe prindërit e tu, se ata janë më të vjetër. Do shta kanë nevojë për gjumë, do shta kanë nevojë për pushim. E ti mos haro i thret ata ta falin sabajin, ta falin namazet tjera. As se si dhe as njëherë, kur prindi është duke folë, mos e ndërprit. Edhe në qofse e ka gabim. Mos i thuj prindit nuk e ke mirë, nuk e ke tamam. Gabim është, mos i thuj prindit. Pos disi jo imponon atë aspektin negativ, po në aspektin pozitiv që prindi ta kupton duke mos e lëndu, duke mos e rëndu. Ti djalë dhe ti vajzë, kudo që i ke prindërit gjallë, duhet të jesh mirënjohës për çdo të mirë që bëjnë prindërit për ti. Duhet secili prej nesh të ruajmë sekretet që i kanë prindërit e tanë. Mos i përhapim ata. Duhet të japim përparësi interesit të tyre e pastaj interesit tanë. Kjo është rregulli. E jo interesin tanë e pastaj të prindërve. Mos të kundërta, gabim interesin e prindërve e pastaj interesin tanë.
disa ajete do t'i përmendi dhe disa hadithe në lidhje me mos respektin, ose do më thonë tash respekti dhe mos respekti. Allahu Gjeleshanu në Kur'an thotë: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Allahu Gjeleshanu e ka shkruar, e ka bërë obligim që ta besoni, mos ta besoni askën tjetër përpos Allahu subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana. Edhe ka obligu respektin ndaj prindërve, e ka bërë fars. Sikur që e ka bërë fars besimin në Allah, e ka bërë fars namazin, e ka bërë fars agjërimin, e ka bërë fars edhe respektin ndaj prindërve. Nëse o fars respektin ndaj prindërve, obligim, çka i vjen mos respektin ndaj prindërve? Është haram, është ndaluar. Allahu thot: "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum." E janë ju shpjegoj çka ju ka ndaluar Allahu. Alla tushriku bihi shay'a, mos i bëni ortakri, mos e kundërshtoni, mos e mohoni, mos e bëni shirk Allahu subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dhe respektoni prindërit e juaj. Pastaj Allahu thot: "Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma", kur njëri prej prindërve ose të dy prindërit i arinë vitet e pleqërisë, fala taqul lahuma uffin, asesi dhe asnjëherë mos ju thuj atyre of be bab, of be nan. Nëse prindi të obligon diçka, mos i thuj of be bab, of be nan. Se shumë herë ne e themi këtë. Wala tanharhuma, dhe mos i refuzo. Wa qul lahuma qawlan karima, por thuaj një fjalë të butë, një fjalë të mirë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është pyetur për mëkatet e mëdha, ka thonë shirku billah, ortakria, shirku është mëkat i madh i pafalshëm, qatlu nefs, vrasja e njeriut të pafajshëm, wa uququl walidain, edhe mos respektin ndaj prindërve. Para mendoje çfarë nditje? Shirku, vrasja, mos respektin ndaj prindërve. Është çështje shumë problematike mos respektimi i prindërve. Të ne kemi anashkalu këtë temë, jo e kemi anashkalu. Hoxhallar flasin, profesor të flasin, arsimtar të flasin, prindërit flasin, mirë po fëmijët e tonë disi janë humbë në mirësitë e kësaj bote dhe asesi të kthehen në atë që është reale. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La'anahu Allahu man aqqa walidayya." Allahu Gjeleshanuhu e bën la'net, e largon nga mëshira e vet, e largon nga rahmeti i vet ati cili nuk i respekton prindërit. Dhe për në fund, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La yadkhulul janna aq." Nuk ka mundësi me hyjë në xhenet ai i cili nuk është i respekton prindërit e vet. E mësoj vetën dhe të gjithë juve, posaçërisht ju fëmijë, ju djemë dhe vajza, që i keni prindërit gjallë, nëse i keni të di, shumë mirë, nëse i keni njërin prej tyre, mirë, nëse se keni asnjërin, bëni lutje për ata. Ti respektoni prindërit, sepse inshallah prindër vetë do të bëni. Mos nënçmo, mos e bën atë që s'ke dëshirë me ta bën dikush tjetër ti. Kështu ka thonë pejgamberi. Mos ja bën dikujt në një vepër që nuk ke dëshirë ai me ta bën ti. Inshallah Allahu na udhëzon edhe të gjithëve së bashku në xhenet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.